A ishte një kthes e Amerikës ndaj Evropës, si tha, ne mbetemi prerë fëmia e Evropës? Po, fillon nga kjo e dyta. Mbetemi fëmia e Evropës, por në substancë, fjalimi i sekretarit Rubio ishte herë më i hidhur dhe thumbues se sa J.D. Vance, pavarësisht vitin e kaluar, pavarësisht në pamjet parë, J.D. Vance ishte më agresiv. Sepse Rubio ka thënë një gjë jashtëzakonisht interesante që vihet në dukje nga komentatorët e kampit MAGA. Kjo që po them unë është Suzanne Kokinda, është një agitatore e presidentit Trump, dhe ajo thotë që Marco Rubio tha një të vërtet të jashtëzakonshme përballë europianëve, ku i tha që shkaku i deindustrializimit të Amerikës jeni ju globalistët dhe ju europianët, ju dhe na rezulton që e keni bërë këtë gjë qëllimisht. Kjo ishte fjalia kryesore? Po. Nuk ishte kjo që thashun? Jo. Ajo ishte për të ndjellë dhe për të marrë ovacionet, kurse mesazhi kryesor ishte veprimi që bëri Rubio, ku nuk takua me asnjëri tjetër përveç në Slovaki dhe në Hungari. Po, është vërtet. Dhe po të bësh bashk një pjesë të fjalimit me një pjesë të veprimtarisë, rezulton që kjo zonja që citova unë të ketë të drejtë, që janë në kurse të ndryshme zhvillimi Shtetet Bashkuara të Amerikës me Europën për sa i përket ardhmës. Domethënë ju jeni duke thënë ambasador që nuk ka një kthim pas të politikës. Absolutisht, përkundrazi. Përkundrazi. Kitën atje thonë si John Kennedy në Berlin. Është pjesë e marrëdhënieve me publikun, po esenca e fjalimit të Rubios ishte jashtëzakonisht kundra globalistëve të Europës, pra kundra globalistëve. Ka konflikt? Jo, ka konflikt Marco Rubios me J.D. Vance? Atëre, për fat keq, Marco Rubio është sekretar shteti, i departamentit shtetit, institucion i cili nuk gëzon as besimin më minimal të presidentit Trump. Dhe në fushat, ai tha që departamenti i shtetit duhet të bërë i tëri bashkë me Pentagonin dhe me CIA, sepse janë ata që e kanë sjellë Amerikën në këtë gjendje. Kështu po ta shikosh, Marco Rubio përveç se u mori çik me Venezuelën dhe bën një për Kubën, nuk është kurkund as në Ukrainë dhe as në lindjen e mesme. Është Jared Kushner dhe Witkoff. Pra janë dy të vinë nga jashtë, që nuk kanë të bëjmë fare me diplomacinë, nuk e di kanë lexuar në libër historie në jetën e tyre. Si ishte kjo? Do këta dy që po merren me këtë, s'ka lexuar një libër? Historie. Histori diplomacie. Libra matematike dhe banke do kenë lexuar, ose me biznes janë marrë gjithë jetën. Po them, siguroj që më shumë se Trump i kanë lexuar. Po, marrëdhënie ndërkombëtare dhe histori të Rusisë e ato stërhollimet e historike dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Shiko, gjeopolitika është biznesi më mizor dhe më i pamëshirshëm, që ka pasoja të tmerrshme me vrasje dhe me vdekje miliona njerëzish nëse bëhen 2-3 vendime të gabuara. Pra, nesër pas nesër, nëse shkohet në luftë me Iranin, do prodhohen me miliona viktima. Do ketë luftë? Gjitha gjasat janë që po. Gjitha gjasat. Shiko, nuk mundet të harxohet gjithë ky nerv, gjithë kjo energji ushtarake për qëndrim aq i madh forcash dhe trupash, dhe të mblidhen gjithë rreth e botës të mos bjerë as i pikëshi. Nga ana tjetër, komenti më humoristik për një gjë shumë tragjike, po si thon humori i hidhur, është që do ketë një ndryshim regjimi, do ketë. Po të ndryshohet regjimi në Iran, o në Izrael, o në Amerikë. Sepse... Në Amerikë? Po në rast se dështon, pra në rast se mbyten një anije dhe vriten një 2-3 mijë ushtarë amerikan, zoti Trump t'i harroi zgjedhjet e nëntorit, që mund të fitojnë një gjë. Dhe problemi është që po humbi zgjedhjet e nëntorit, nëse marrin demokratët, me gjithë të acarim të konservativëve të brendshme në Amerikë, me siguri që do ta bëjnë impeach, do ta heqin nga detyra para kohës. Po që se marrin shumicën në Senat. Nëse në nëntor fiton Partia Demokratike në Amerikë, mund të ketë impeachment? Domethënë që të shkarkojnë presidentin? Po, këtë nuk e kam thënë, tha zoti Trump në takimin me republikanët dhe thashë ka hapur një syt dhe thashë unë jam i pari që do e psoj nëse do humbasim zgjedhjen nëntor. Prandaj shkoni e punoni mirë që të fitojmë zgjedhjet. Po se mësuar Rama. Më thot një miku im dhe i emisionit tuaj që po na ndjek live,
Më kërkon të them një prej thënieve të tij që sot asgjë nuk është siç është, çdo gjë është ashtu siç duket. Ndoshta kjo është, do me thënë se edhe për kontekstin aktual që ne po diskutojmë. Unë jam dakord me ambasadorin, po, sot vëmendjen biles unë po skanoja pak mediat ndërkombëtare para se të vija tek misioni juaj. Bordi i Paqes, zoti Qafoku, nuk është asgjë kundi. Është marginal, nuk e ka pas një nga mediat kryesore, janë disa media, disa portale periferike të cilat po merren me lajmin e Bordit Paqes. Atëre Rama është midis Evropës edhe Amerikës? Një minutë. Bordi i Paqes merr vëmendje mediatike minimale sot në botë. Dhe jam dakord me ambasadorin që i shërben Trumpit më tepër për bazën e tij të magës. Po, tani të kalojmë tek Rama. A është Rama? Okej, ne nuk duhet të kishim dalë me kaq zell dhe të ishim më katolik se papa dhe më amerikan se amerikanët për të dalë pro Bordit Paqes. Është, me fjalë, tregon një sindrom të një provincializmi të theksuar dhe kompleks inferioriteti, të cilin unë sinqerisht nuk e prisja prej Ramës. Se Rama nuk ka qenë një tip edhe me diplomatët që ka pas komplekse inferioriteti në rang personal. Nuk e di pse në sjellje institucionale ai po transmeton këtë lloj zelli të panevojshëm ndaj Bordit Paqes, një projekt i cili mos vallë nga që pozita e tij në Shqipëri nuk është më e mira? Ndoshta, më e mira pa opozit, nuk e çan kokën Rama, të siguroj. Nuk e çan fare. Më beso. Se kanë ikur tërë ata nga kryeministria ata të vjetrit. Më beso, Ramës nuk i bëhet vonë fare se çfarë mendojnë shqiptarët, se është një popull që nuk reagon. Lutem. Nuk reagojnë. Nuk reagojnë shqiptarët ti, kur se pret. Aman, dëgjoj, të lutem, kur të reagojnë, të lutem më bëj një zile dhe më çon nga gjumi. Sepse, jo, po të lutem. Kur të reagoj populli shqiptar thotë, do t'i bëj unë një zile Ralph Gjonit dhe më zgjon nga gjumi. Roland, ne jemi infektuar nga një virus shumë i ndyrë i Otoman Lëkut, prej 500 vjetëve, i cili e trodhi dhe ja uli kokën turmës që mbeti në këtë vend që ne quajmë Shqipëri. Thënia ime më e urryer, thënia që unë urrej më tepër, ose slogani që urrej më tepër është, janë këta pseudopatriotët që shkojnë për stadiume dhe ulërasin o sa mirë me qenë shqiptar, se këta as nuk e kuptojnë çdo të thotë shqiptar. Këta angati të shkojnë dhe të flasin ta shtufsha rob të Serbi për të ruajtur etikën e gjuhës, por nga ana tjetër kur vjen puna për një padrejtësi që i bëhet në jetën e përditshme, nuk dalin as 100 as 200 veta. Kështu që Rama, pavarësisht kontekstit kombëtar, se ka devijuam pak, të rikthehemi tek devijuam shumë, jo pak, se kaluam nga ndërzimet artificiale. Jo, po, ju më thatë që e bën për kontekst kombëtar. Rama, po, është midis Evropës dhe Amerikës. Nuk kishim nevojë që të tregonim një zell të tepruar ndaj një nisme e cila nuk dihet ende a do ketë sukses apo jo, në një moment që vrem një skepticizëm kaq të rritur tek aleatët tanë evropian. Fundit ne duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ne nuk do jemi pjesë, ne nuk jemi Grenlanda. A thua se ka një interes kaq të madh. Trumpi e ma demokracinë me fuqinë nafte. Ne nuk hym tek vëmendja e Trumpit. Ndoshta në një mini projekt në Sazan, me që ky po shkon t'japi mend çarmatos Hamasin në Gaza, tani që kërkoj edhe për UÇK-n të lutem. Shumë bukur, po pra. Po më lejo ta vazhdoj. Më lejo ta vazhdoj. Po më lejo ta vazhdoj të lutem. Ndoshta me që u kap Sazani, fillojmë bëjmë edhe një projekt real estate aty në Karaburun, që të shpëtojmë edhe Karaburunin, edhe do zoti Roland, do zoti, mbasi të zgjidhi problemet e Gazës, edhe të gazanëve, të vim edhe në Tiranë dhe t'i kërkojmë presidentit Trump që t'na sjellë dhe ujë të pishëm këtu në Tiranë, që kur t'hapim rubinetin ta pim atë ujin që e paguajmë si ujë të pishëm. Shkuthret Qameti. Lutem, ne duhet të jemi me fjalë shumë mirë që Rama është pjesë, edhe biles do ishte turp mos ishte pjesë. Se kush nuk është thirrë edhe Vietnami. Tjetë pjesë e Bordit Paqes. Tani, më fal, tjetë Vietnami, mos tjetë Shqipëria, do ishte turp për Washingtonin.